Pika Parlamentit, ja ku jemi sërish për situata të reja. Faleminderit për duat rëzitjen spontane. Dua në skenë tani Erandin dhe Cubin. Cubi dhe Erand. Përshëndetje. Përshëndetje, jemi në blokun e dytë. Situata e re, ju sheh ju protagonist, ti Cubi do t'jesh punojse e zyrës konsullore tek vizat, tek sporteli i vizave, kujdes, në ambasadën amerikane. Shkallën e seriozitetit, ti e di tash, e njohim gjithë ne. Erand, ti je punojsi i sigurisë fizike. Ty nuk duhet të shpëtoj asnjë detaj. Personat që futen për vizë duhet kontrollohen si, nuk e di, si që ti e di. Shqiptar apo Amerikan kë? Je shqiptar amerikan, në kuptimin që kur do ti je shqiptar, nëse të duhet, je amerikan. Jo, e kom dhavin ke shqiptar, do më thonë. Shqiptar, shumë shqiptar. Albano, e janë s'ke të lutem? Albano për njëri, kontrollohu. Vetë kontrollohu, sepse je në ambasadën amerikane. Këtu është, nga kjo ditë vendoset fati jetës tënde, të lutem serios. Qa ke emocione? Jo. S'ka probleme, s'ka si gjo. Po. Shiro, po, se s'ka, s'nodhë gjo, asë gjo. Kapshik shumë nga viset. S'kemi, si ke qenë, mirë. Mirë, faleminderit. Qa ke, po, ti majta? Hec me byth forta. Mos e vrit menin. Fort, paq, fat. Më uro fat. Fat i shala, o zoti fat i modh sa qimet e flokut. Më uro dhe njërë t'jem brënda në rast se nuk kapi herën e parë. Me gjithë fatën e parë, me gjithë fatën e dytë, me gjithë edhe fatin që kom komshia unë aty, i shala mrapa. Lyje komën me... Përshëndetje, zotëri? Përshëndetje. Atëherë ju keni aplikuar, apo kjo është hera e parë që juve vini këtu për të aplikuar? Më falë, urdhro. Keni aplikuar, apo është hera e parë që vini për të aplikuar? Kam shumë emocion. Ka që dua ta marrë pa tjetër vizën e... Unë kam aplikuar dhe është dhe një kosisht e repa që pa aplikoj. Okej. Nuk kuptoj, gjithsesi. Atëherë, të filloj me pyetësorin? Thjesht? Fillesarin? Jo. Si jo? Mirë, po ti e ke për të filluar, pse më pyet mua ti? Po, andjeni mirë, zotëri, duhet të relaksoheni. Atëherë, filloj me pyetjen e parë. Urdhro. Kush do të dalli të pres në USA nëse juve e merrni vizën? Nuk e di, nuk e di. Si nuk e dini? Juve nuk keni njerëz që jetojnë në USA? Kam njerëz që jetojnë në USA. Në USA jetojnë 350 milion njerëz, po. Jo, unë kam fjalën për njerëz të afërt, familjarët tuaj. Familjarët e mi, bashkë. Dhe shtetun. Keni motra vëllezër në Amerikë? Kam, po jo në Amerikë. Okej, po sorry, këtu jemi në ambasadën amerikane, ju duhet të aplikoni për viza amerikane. Po, unë për viza amerikane kam aplikuar për të filloj shoferte dega. Po, zotëri, po duhet të keni njerëz që jetojnë, të cilët jetojnë në Amerikë. Vërtet? Që t'ju mbështesin juve, po. Më falë, nuk e dija. Okej, a t'ju bëj një pyetje të thjeshtë? Po? Çfarë mendoni për shtetin amerikan? Po, Zotëri, a keni dëshirë të shkoni në Amerikë? Shtatëm. Do. Zotëri, nuk po kuptoj, për çfarë keni ardhur këtu? Për të marrë vizë për Amerikë, po kam një emocion. Më është bërë si brokoli në mes të gjoksit. Okej. Po, dilni jashtë që coni dhe hejani një herë tjetër. Faleminderit. Asnjë gjë, faleminderit edhe juve, mirupafshim. Faleminderit. Pëlqejnë shumë të këpucët. S'mora gjë. Hapi dur. Po tani pse më kontrollos, po dal. Ja e ke morë, ku i dihet. Hajde prap. Ti, Eliona, je një këngëtare e klubeve të natës. Tani, shoqjet e tua kanë të gjitha në xhep nga një pasaport me vizë 3 vjeçare amerikane. Ti nuk e.
Përshëndetje. Ti do të kontrolloj unë zemra? Hapi komët! Hapi komët kështu, për kështu. Më falë që po thu. Hapi komët. Kontroll fi. Mos u mërzi. Hapi komët i qik, hapi. Qa e duke bëmë, zotëri? Ik se po të prega, ku t'i gjohën ku do përfundosh. Ik. Përshëndetje. Përshëndetje? Ulli? Tani, në fakt, më mirë të kisha ardhë nesër, se ndoshta ishte në i qunë të kisha marrë direkt, po. Unë jam edhe nesër. Thonë, pas nesër ose mas jave. Unë jam këtu përjetësisht. Okay. Don't worry. I'm a lesbian. Të rakjo. Okej. Ju kam sill dokumentat, gjitha që duen, yes. edhe kam aplikuar për një vizë 3 vjeçare. Kjo është arsyeja që juve doni të shkoni në USA? Jo, nuk do të shkoj atje ku the ti, do të shkoj në Amerikë. Pikërisht, pra në Amerikë, arsyen përse doni të shkoni në USA? Po ja, në fakt ta tregoj, kam shkruajt këtu. Po, s'ka problem, mund të afrohesh. Dua të shkoj në Amerikë që ta kem vizën se nuk i dihet. I'm sorry. Do me thënë, kam shkruajt aty që arsyeja pse dua të shkoj është që ta kem në xhep vizën se nuk i dihet. Më falni, çfarë nuk i dihet? Tani, nuk i dihet se e ndjej unë që do më ftojnë mua njërë në Amerikë atje. Edhe mund ta përdor ndonjë ditë atë vizën. Okej, çfarë profesioni keni juve, ju lutem? Unë jam këngëtare. Këngëtare? Oh, really? A mund të na provoni diçka, ju lutem? Do me thënë, këndoj një këngë? Po. Okej. Si dukem? I'm sorry. Ku ishte kënga këtu? Si ku ishte, po gjua trupit, për shembull, çka ka Jennifer Lopez më shumë se unë? Sorry, ku ishte teksti këtu? Po tani tekstin ma ka bot shtëpis mu, po... Vjen shumë keq, vajza, ju nuk mund të marrni vizë amerikana. Të lutem. Nuk plotësoni kushtet, më vjen keq. Mund të shkoni, ju lutem? Po mirë, një të pyes diçka, të lutem. Okej. Ti ke vizë? Unë kam pasaport amerikana. Më mirë akoma. Të lutem, vetëm një foto sa ta postoj në Instagram. Sikur të mendoj njerëzit që e kam marrë dhe vizën. Are you crazy? Po sa ta A mund të shkoni, ju lutim? Ju nuk i plotësoni kërkesat për të marrë vizë amerikana. Okej? Një foto. Now go. Wow. Tani po e kuptoj pse je kështu siç je ti. Po ti nga jeti? Qaf shmu, ma këno dhe mu jerat e konga që i kënova se. Nga jeti, more? Unë jom Amerikan, qatë dush ti? Amerikan? Mirë, ta bëjmë një foto bashkë edhe të shkruaj sikur je... Kam shkuar në Amerikë edhe kam bërë foto me një Amerikan atje? Po mi zemë, bëjmë qatë dush, jo vetëm foto. Në orën 3 marojën punën. Mirë. Se bëjmë dhe një kështu. Yllë, fakt. Ta bëjmë dhe një kështu. Jo, mjafton. Shumë i kështu. Okej. Faleminderit. Hajde prap nesër, se bova ki... Mirë, e bova ki dhe e merë. Se oshi... Eki, ty ta kanë refuzuar 3 herë vizën. Sot është mundësia jote e fundit. Ku shkoti me këtë qese? Pazare? Kam takim me konsulen. Po, unë këtu që boj këtu? Kontrolli që. Qa e ke këtë qesen? Janë një 2 libra ambasadorin. është ambasadore që është marina dy? është diçka tjetër kjo, porosi tjetër. Mirë shpiri, ti heqim qikë syusen? Pa tjetër. Okej, qa ke në i gjo këtu, në i unaz, në i flori, në i gjo? S'kan dokumentat janë sotri. Mi, vazhdo. Haj, suksese. Faleminderit. Edhe mos e merr me kështu me... Bravo.
Përshëndetje, Po, si që? zonjë simpatike dhe sinqert. Kam ardhur për vizën. Zotri, më duket se e kemi konsumuar edhe herë të tjera kërkesën tuaj për vizën. Ju nuk mund të merrni dot viza 3 vjeçare, okay? Po, nuk më duhet 3 vjeçare, më duhet një mujore nga ato të voglat. Vogla? Dokumenta. Më falni, çfarë ju duhet viza 1 mujore? Kur nuk e kam kuptuar këtë? Se mbaken mend, po, unë kam një hall në Amerikë, ja kam treguar edhe një herë, në Florida. Edhe ajo shketa po jep shpirt atje, edhe çështja është që më duhet një firmë urgjente prej saj, domethënë, sepse këtu ke shtëpia e sajt, që i kemi, domethënë, baçet ngjit me njëra tjetrin ose me njëra tjetrën. Kemi një portokall. Unë tash e krahasis gjatë gjithë vitit, kurse kokrat e portokallit vijnë nga krahu i çunit hallës. Edhe ha ke maskaraj. Unë punoj, ai ha. Unë punoj, ai ha. Sorry, nuk kuptoj asnjë gjë. Po të firmos halla, kjo halla, shtëpia e trungut, nga krahu i trungut, më kalon mu. Kurse ky çuni hallës zbythet. Le të shkojt me qira. I'm sorry, kam përshtypjen se kjo nuk është arsye dhe as motiv për të marrë viza. Kam një porosi nga përmeti për ju. Urdhro. O, zoti madh, përsëri kam pas të kumbulle. O, zoti ju, kam thonë 100 herë, unë nuk i ha të thartat. Po mirë, kam pak. Ke pak turshi të Shkodrës. Zoti madh, Qofse a mund pëlqen të largoheni? A mund të largoheni edhe të merrni me vete këto? Më fal, kam dhe pak shu. Jam nga Elbasani këto. Zotri, largohuni, Po, unë tharta. nuk i haj. Kam dhe gliko, a do të mbla, për çfarë interesoni? Largohuni, zotri. Security, please. Security, please. Ja se dola, zotri, dola. Ke një porosi aty ke zarfi. Se ka dhe kamera këtu, ke një qinçe me kokë të madhe aty. Po të lanë zemër, numrin tim e ke, një mujorshe. Zotri, unë nuk mund të korruptoja. Dili për jashta. Faleminderit. Jo, se anej hyne, ka krau tjetër. Prijet, dura. Ku për shkot? Po dal pra. To leni këtu këto, sekustrojnë këto. Po, To leni këtu këto, hik të shi. fal, po kjo është e pa drejtë, zotri. Nuk ka pa drejtësi këtu, e pa drejtë që të vishti të argjosh gjusë morë ambasadores aty, meri dhe këto, edhe hec. Ja të mërshme. Visian, ti je një laçan tipik Ndje, zot. dhe ta kanë refuzuar edhe ty vizën. Se kam për herë të parë, bës. Më kanë prek shumë si puna jote. Hyp. Ktheu kneka këtë. O, më kanë prek shumë si puna jote, kam sa fitin, o, budall. Këto të duen aty? Jo, s'ka për maj dhe këto. Po ku t'i lejnë që këto, me vete të shimë të. O, gangster, se ta gjes goj. Maj dhe këte. Regull jemi. Ta mora dhe këte. Ja vare veten ti. Fem njerë, sër. Rëp të motrat. Si ka lutë, rëp? Mirë, juve zotri? Për shtetje. Një shqetësim kishim ne, më falë ju, për toni me në sjellë dokumentat laç, do të marrë dhe të shime, me marrë Range Roverin, marrë dhe këtu, se keni morë? Më vjen shumë keq zotri, por aplikimi juaj është i pavlefshëm. Jeni skualifikuar. O, rëp, fëtë shqip, se s'mar vesh që flet ti. Fëtë shqip. Okej, ju keni probleme në formular. Po, Përveç emri, LMB emri, çdo gjë tjetër është e pakuptueshme zotri. se e pa kuptush. Po, rubrika seksi, Po, you know, opsionet janë mashkull femër. po. Çfarë keni shkruar ju këtu zotri? Çfarë është kjo? Seksi lesjane kam shkruar. Zotri, si kuptoj ju unë këtë? Po se kupton me të shkrume, do të me përvu, marrë me mu, kur të lesh punën, të tregoj se është seksi, të tregoj të mu se është seksi. Funny, sir. Sa? Okej, e plotësojmë bashk. Ndihmoj unë, Të juve plotësojmë. plotësojmë bashk. Po, Arsimi? my arsation, jurisdiction. What? Jurisdiction. Without shkëputën. Nuk kuptoj. Juris pa shputit. Okej. Aktualisht juve ku punoni? Aktualisht punoj ke FSHF-ja, ke Federata Futbollit Shqiptar. Çfarë është kjo, ju lutem? Punoj ke FSHF-ja, kur vinë futbollistat nga shteti i presun. Për shembull, erdhën në Spanja më ramdar të Shkodër, i prita unë. Erdhi ai.
O, Murata, dole, o një prita, rëp. Ta se rëpë, se si kanë. E, sa fort ishte, pe kishin autobusin me ascensor. O, rëp, sa kam qesh, rëp, autobus me ascensor. Zbriti pikeja, griti pantallonat, zbriti me ascensor, burë. Okej. Nuk kuptoja, po okej, gjithsesi. Po, s'kam marrë A jeni i përfshirë në aktivitete kriminale? I kam fshi gjithë aktivitetet që kam bërë. No, zotëri, a jeni i përfshirë ju në aktivitete kriminale? Po tash ne që u bëm kaq gangster bobër u përfshim që asnjëherë. Konkretisht, ju keni vrar apo plagosur njëri? Vrarë me të drejtëri jo, plagosur ka ndodhur një 2, 3, 4, 5, 7, 18 raste për vetë brojtje, me të drejtën ka ndodhur. Për të rritë vëndin e po imagjino tash, ti e në shtëpi në mënyrë krejt të pafajshme. Duke kontrolluar stërtarin ku ki lënë ato recipetat e gruas e tjerë. Të vij plak me garush dhe ndorë, fapë që të bështi, do t'isa shvitin. Nga frika. Zotëri, ju përfundimisht nuk mund të merrni dot vizën amerikane. Sepse ju, zotëri, jeni në shkeljet të gjitha pikave të rregullores. Shkel pikat, shkel pyetjet, që ta dish tjerë. Shkel pikë që ditët, dakord? Zotëri, çfarë thoni? Ku të thotë ti smer vizë, mor? Po smerni zotëri, sepse keni shkelur të gjitha pikat e rregullores. Kush e ka shkelur? Në kriminale keni plagosur njëri. Po sa këtë jeni amerikan, që kam qenë në gripe, kam taku vetë mbretreshin, i kam vjellë orën rëpë. Këtë po si ka shterti. What? Se sa keti, sa është Donald Trump, ja pras plot Donald Trumpit rëpë. What are you saying? Po qa? Zotëri, are you crazy? Crazy, jam crazy, dy fish. Ta të regosh të njerë post të banë, lasin me hyj me vizër. E s'keni asjani shansë me hyj në lasër, po të bëjmë me lotari lasjani. Zotëri, da mund që ju loti largohu. Po, lotari lasjani, ta fus lotari aty, e do në pas... Security, can you? Po, u kam taku futbolistat mëdhej botëror, u kam vjedh makinat. Zotëri, nuk mund të merrni viza, ju lutem largohu. Po, si në të bëjnë 2-3 vrasje. Budalic. Kush të rëtë, me ju lesht. Smer kamon. Vaj lesht të. Po tjere, post brava, rëpë. Juli, ti ke ardhur në ambasadë thjesht për të kuptuar se si merret viza, për të ditur përgjigjet e sakta. Nuk e do për vete. Thjesht do të ndihmosh mikun tënd Andrea. Pushoj se pusho. Po më dridhen këmbët. Po dridhen këmbët do hyrën për ty, mo. Ti marr veç gjitha ç'keti. Po s'kam qenë asnjëherë, kam frikë më Juli. Po prandaj për po hyrën, do digjem unë për ty, ç'ke? Mirë rofsh Juli, inshallah. Me fry me hund. Nxirre me goj. Me hund. Nxirre me gyj. Me goj. Fillë me ardhera. Do shkoj të marr vesh unë si është puna, do t'i sjell ty dhe do shkosh ti pastaj, dakord? Mirë më Juli. Haj! Përshëndetje, zotëri. Muntulli. Ha? Muntulli. Muntulli. Kush është Muntulli? Muntulli, zotëri, në Kariga. Muntullim në Karrige. Ja. Sa bukur thoshke? Në Karrige. Si jeni, mirë? Mirë, zotëri, ju? Mirë, faleminderit. Si keni qenë ju? Dokumentet? Urdhë? Dokumentet. Jo, nuk kam, s'kam dokumente. Po shiko, unë nuk kam ardhur për... kam ardhur kot, për qef. Zotëri, këtu nuk mund të vini kot për qef. Për qef? Jo. Për qef, i themi në Shqip. Okej. Shiko, unë kam ardhur për të ditur se çfarë pyetje shka, e kupton apo jo që sepse duhet shkoj të përgatitem, kupton? Ju keni ardhur për testin? Po, shiko, unë do bëj një test, nëse e marr dhe unë okay, s'ka problem. Okej, provojmë. Sorry. A mund t'i shënoj ju lutem? Mund t'ja përdor këte stand-ups? Okay, yes, sure. Yes, stand-ups amerikan. Here, you can write. Letra amerikane. Kjo qike ju. Filloj me plotësori mbi kulturën dhe gjuhën amerikane. Amerikana? Ja. Po. Kujdes, zotëri? Po, ta shkruaj këtë kujdes zotëri apo? No. Cili është presidenti i 11 Po? I Shteteve të Bashkuara të Amerikës? I 11-i? Ja. Të shi, unë jam i pavendosur pak. Jam mes Al Capones edhe... është edhe Hillary Clinton, është një... Hillary mi? Hillary. No, you Bilesha, wrong. është Bilesha. Gabim, zotëri, gabim dyherë. Është George Washington. George Washington. George me ZH apo me ZG? G. Me ZH.
Me gorë. Go. A ka Georgia Gorg. O, zotëri, ti mund të shkuar si e di ti, lexoja në Shqip. Washington. Ja. Ton. Kalojmë në pyetjen e dytë. Ton. Cilat janë disa nga krimet që kryen, kujdes, Bonnie and Clyde, deri në momentin e ekzekutimit të tyre. E di këtë, Bonnie Clyde. Vjedhje banka gjona kështu, kanë bo arrestime gjëra kështu, kanë vjedh bankat kështu gjëra kështu. It's okay, bravo. Ta shënoj këtë gjëra kështu? Vjedhje. Çështje kriminale, bravo. Vjedhje bankash. Bravo. Çështje kriminale, Edhe krime pra. Ta kemë për herë tjetër se do të viti tjetër. Plagosja. Edhe, Plagosja. Kanë vënë pllaka. No, plagosja. Vrari dikush tjetër, pam. Plagos. Pam, a bashti me këto pam. Plagosje. Okej, zotëri, kalojmë në pyetjen e fundit. Cilat janë dy fjalët më ofenduese që nuk duhet të përdoren në Amerikë? E di. In public. E di, nigger, gjëra zezak kështu këto. Nuk duhet i përdorësh këto se s'bën. Nuk lejohet. No. R2. Shut the fuck up. Prit. Shut the fuck up. Si shkruhet? Shut the fuck up. How to shkru? Shoot. The. Thash. Fuck. Up. The piece Shoot the food scoop. And piece of shit. Piece of shit. Piece of shit. Piece of shit. Piece. Yeah. Piece. Okay. Piece. The tree. Of. Shit. I'm sorry, zotëri, por juve gjetët vetëm një. Duhet të kishit gjetur të paktën 2 nga 3. S'ka problem, nuk ka problem. Mund t'i gjë të lutem? Jeni skualifikuar. Jam i skualifikuar, faleminderit shumë, as s'kam nevojë me shkufara, kam Shqipëri si shpirt. Si shpirt e kemi Shqipëri. Ju nuk fituat, pse gëzoja? Andrea, Juli është shoku yt i ngushtë dhe diçka që bërej për ty. Ka marrë gjitha informacionet. Kujdes 3 pyetje e para se janë decisive, okay? Okej. Mirë pafshim. Drejtësi. Shitash, një gjë këtu. Po. Do bësh çfarë them unë. Fol. Do më thonë, mbyll sytë, mbyll veshët, ose jo, mbyll veshët, hap sytë, dhe shif atë që lëviz dhe jepi përgjigjet me radhë. Sa të lëviz? Sa të lëviz, mos dëgjoj, thjesht robot, takni. George Washington, vjedhje vrasje, shut the fuck up, piece of shit. Këto ke. Dhe morë vizën, dakord? Rof, Juli. Jo rof, po i kiktesh. Ika. Një gjë, të preste kafja? Më prite kafja, inshallah po fitoj, Juli. Po do fitosh, mo vetëm mos harroj, me radhë, mos e katron radhën. Jo. O Andrea, pa çfat. Rof. Përshëndetje, signora. Përshëndetje, zotëri, mund të ulli? Faleminderit. Ju keni ardhur për intervista o keni aplikuar? Kam aplikuar dhe kam ardhur për intervistë. Okej. Ju shkoni in USA, kush do të dalli që presi juve në aeroport? George Washington. What? George Washington. Presidenti i 11 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. George Washington is dead. Ka vdekur, zotëri. Okej. Kur të shkoni në Amerikë, me çfarë do merri ju? Vjedhje bangash, krim personi dhe plagosje. Oh my god. Dolamir. Are you crazy? Ju po më merrni mua për budallaqe apo? What are you saying? Shut the fuck up, pizza or shit. Hey! What are you saying? Are you? No, go. Yes. Go. Yes. No, you. E mora vizën. Go. Ju zotëri nuk mund të merrni vizë amerikane. You're crazy. E mora unë, fitova se 3 pyetje. Zotëri. Po i kam të shënuar George Washington. Më merr mua për të çmendur ti zotëri, ju jeni crazy. Po jo George Washington, vjedhje bangash, krim plagosje, shut. Qa kemë, pse e mërzit? Ja mërzitur se dua të dal nga kjo shtëpi. Dua t'i diku larg zhurmës, larg plurit, larg gjithë kaosi këtu. Po mirë, më pse stresor? Më pyete mu? Do t'jap ide, më pyete. E di unë, kam një super ide. Do shkojmë te Nano Resort në Biofood. Është i papam. Po. Ka ushqim bio atje? Ore, ai ka emrin Nano Resort në Biofood. Është Nona Farmer, i ka gjitha, çdo gjë që përmban fjala bio e kanë ata. Me vërtet? Po. Po një dhomë të mirë të rehatshme në një krevat ku të qetësohem ka? Ore, këta janë të papam, po të them. Këta bëjnë, organizojnë evente për çdo gjë.
gëzime familjare, këta bëjnë das, ma këta janë pa pam farmë, s'mungon asgjë aty. Me vërtet? Po. Po muzik live ka ty? Muzik live Visian që unë të kërcej jashtë në ajër të pastër qejf. Po të kërcesh sa të plasësh, më të plasësh nga kërcimi. Ata janë të papam, po të them. Që thua? Ata, do më thënë, mos flasim se muzika s'diskutohet fare. Ushqim të papar. Tash qa duash, mish qinqi, mish keci. Tash nga gjitha llojet, ata kanë sera, kanë çdo gjë aty. Ata kanë fazana, kanë palloj, kanë blet. Që kanë pata. Qa s'kanë mo? Qa s'kanë po them? Ti vetëm thuj po e dashur, vetëm po. Okej, tani unë duhet them po? Jo, thuj jo po deshe. Jo me jo unë them po? Jo më thuj jo po deshe. O, Visian, tani po të them po, pra hajde pra ti ikim. Po se s'to do t'jo pra ikim. Po. Ikim, dakord, ikim. Ikim. Thjesht. Hajde pra ikim. Po, thjesht, kujdes, mos hap si muhabet, se po e morën vesh ta 2 lupsat, na piu e zeza, pra. Qepa, e mbylla. Spontan, kape got. Me lezet. Edhe kështu, pra... Po. A do filloj mo? O quna!